Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Të rinjt për të rinjt. Sot do të shkojmë në një nga vendet më të bukura të juglindjes së Shqipërisë, në pistën e skive në Dardh, aty ku sporti, natyra dhe energjia rinore u bashkuan në aktivitetin Youth Frost Fest. Rreth 120 nxënës të shkollave nënvjeçare dhe të mesme të qytetit të Korçës u bën pjesë e kësaj feste sportive të organizuar nga Bashkia Korç në kuadër të shpalljes së Korçës si qyteti evropian i sportit. Sportet dimrore po kthehen gjithnjë më shumë në një mundësi reale për të rinjtë e zonës tonë. Skimi nuk është vetëm garë, por argëtim, disiplinë dhe dashuri për natyrën. Sot në studio kemi të rinj pjesëmarrës në Youth Frost Fest, të cilët do të ndajmë me ne përvojën e tyre gjatë kësaj gare, emocionet si dhe dëshirën për sport. Por fillimisht ndjekim një kronik lidhur me këtë aktivitet që është zhvilluar për të kuptuar pak më shumë rreth tij. Në kuadër të javës europiane të sporteve dimrore, rreth 120 nxënës të shkollave nënvjeçare dhe të mesme të Korçës kanë zhvilluar një aktivitet te pista e skive në Dardh, e cila u mbush me energjinë e të rinjve. Korça këtë vit është shpallur qyteti evropian i sporteve, ndaj edhe bashkia ka menduar organizimin e kësaj gare mes të rinjve, duke i nxitur ata që të merren sa më shumë me sport dhe veçanërisht me skiim, i cili është një sport i përshtatshëm për klimën e zonës. Korça këtë vit është shpallur qyteti evropian i sporteve dhe në kuadër të këtij titulli që kemi marrë, ne kemi organizuar këtë aktivitet, i cili është aktiviteti i dytë për këtë vit në kuadër të qytetit evropian të sportit. Ndodhemi në Dardhën, siç e thash, që në këtë aktivitet, i cili ka të përfshirë rreth 120 fëmijë nga shkollat nënvjeçare dhe gjimnazet e qytetit, një aktivitet i veçantë për qytetin e Korçës, pasi edhe klima na ndihmon edhe pista e skive. Do të ketë garë të ndara sipas grup moshave dhe gjatësisë së pistave dhe patjetër për fituesit do të ketë edhe çmime simbolike. Sporti i skive në Korçë edukohet që herët për fëmijët, ndaj dhe kanë qenë të shumtë ata që kanë marrë pjesë me shumë dëshirë për të garuar dhe fituar. Pasioni im për skit ka nisur që në moshën 4 vjeçare, jam shumë i apasionuar pas skive dhe në Korçë është viti i lojrave olimpike si skia në këtë rast dhe ne kemi ardhur për ski dhe po kënaqemi shumë, të cilat janë moshat nga 12 deri në 15 vit. Do fitosh sot? Po besoj se po. Jemi në një aktivitet me shkollën time dhe po kënaqem shumë. Është edhe e tretë që unë bëj ski dhe më pëlqen shumë ky sport. Do fitosh sot? Besoj se po. Pista e skive në Dardh është e vetmja në rajonin e Korçës, e cila ofron të gjitha kushtet për të zhvilluar sportin e bukur të skive. Pasi kemi ndjekur kronikën përmbledhëse, jemi rikthyer në studio me dy të ftuarit e parë, Eglan Cene, përshëndetje Eglan, dhe Wendy Vejs, e cila ka qenë pjesëmarrëse në këtë garë. Përshëndetje. Fillimisht si e përjetuat ju pjesëmarrjen në Youth Frost Fest? Pjesëmarrja në këtë aktivitet për mua ishte një përvojë e re dhe e veçantë. Mund të them që ishte edhe e bukur. Që kur filloi gara kisha shumë emocione, të them të drejtën. Gjatë garës pata shumë adrenalinë. Normal. Dhe kur pasi gara mbaroi, unë ndjeva si lehtësuar. Po për ty Wendy? Gjithashtu për mua ishte diçka shumë e re dhe plot me emocione, por në fund të garës u ndjeva mjaft krenare për veten time që arrita të merrja pjesë në këtë garë dhe të gjitha ato emocionet që kisha më kthyen në një lumturi të vërtetë. A ishte hera e parë që ju garonit në ski? Një garë me këto parametra, domethënë me rregulla, me komatje dhe me konkurrencë, mund të themi, ishte tamam gare, ishte hera e parë. Pastaj gara të tjera me shoqërinë, për qejf, për pasion, kisha bërë dhe më parë. Ndërsa për mua ishte hera e parë me vërtet që garoja në një pistë për ski, sepse gjithashtu ishte edhe hera e dytë që unë mësoja si të ngisja skit dhe ishte diçka e re, emocionuese, edhe me pak frikë. Që kur keni filluar që të merreni me skiti, Wendy ma thej që është hera e dytë. Po ishte hera e dytë, sepse herën e parë kam qenë vit përsëri në Dardh me vllain tim, i cili ishte ai që më mësoi skit. Nuk mendoja se do i mësoja ndonjëherë ski, sepse më dukshte një sport shumë i vështirë, por nuk e di. Kur i provova atëherë kuptova se ishte diçka me vërtet shumë e bukur. E ndive përmirësimin herën e dytë? Po, shumë. Atëherë për mua kam shkuar, domethënë, kam praktikuar dhe më parë. Këtë pisë ishte hera e disate që shkoja, por kishte emocione të tjera. Po duke qenë se ishte dhe garë.
Cila ishte sfida më e madhe për ju gjatë garës? Atëherë pista kishte disa vështirësi dhe kërkonte shumë përqendrim për t'i kaluar ato portat mirë dhe sa më shpejt. Mua më ndodhi edhe një incident gjatë garës. Po thuaj se nga mezi garës kur po kaloja portën, portat janë ata kufizuesit, nëse e ke idenë. Në momentin që po e kaloja e godita pak me krah dhe mu përplas me kokën. Aty nuk e dhash veten, domethënë vazhdova garën dhe në fund kur ndalova, po më dhëmte pak, po jam lehti. Në fund të ndjeve vërtet. Po për të Wendy. Duke qenë se ishte hera e parë për mua që merja pjesë në një garë, ishte pak e vështirë dhe si fillim duhet të kontrolloja njëherë emocionet brenda vetes time, sepse nuk doja të më përfshinin shumë emocionet dhe të gaboja. Por gjithashtu pjesa më e vështirë e garës ishin kthesat, sepse nuk isha mësuar të merja mirë kthesat, por megjithatë nuk arrita ta përfundoja tamam garën, por përsëri e bëra. Përsëri ja arrite deri në një pjesë. Po. Çfarë ndjet në momentin që e zbritët pistën? Kur e zbrita pistën u ndjeva shumë i lehtësuar, të them të drejtën, si fillim për pjesëmarrjen që e kisha mbaruar deri në fund, por edhe idenë e kisha që mund të isha unë fituesi, se e pashë e bëra për një kohë shumë të shkurtër. Por edhe nëse nuk do të isha, përsëri unë pra ti jam ishe krenar. fituesi i kësaj gare. Si u ndjeve kur e more çmimin fitues, kur të thanë që ti dole në vend të parë? Normal që u gëzova, sepse kishte edhe konkurrencë. Në fillim kisha shumë frikë, se po dëgjoja që kishte konkurrentë të tjerë të fortë. Po. Sa e rëndësishme është për ju që të organizohen aktivitete të tilla, të këtij tipi për të rinj? Unë mendoj se është me vërtet shumë e rëndësishme, sepse duke u angazhuar në aktivitete të tilla, të rinjt arrin të zbulojnë talentet e tyre, gjithashtu pasionet e tyre. Dhe është një kënaqësi me vete, më kupton, dalin nga ajo rutina e tyre e përgjithshme, ndjen më mirë me veten e tyre. Dhe për mendimin tim është shumë e rëndësishme, sepse sporti të mëson një disiplinë të fortë. Po. Gjithashtu talentet, mund të shfaqësh talentin tënd, mund ta gjesh talentin tënd. Dhe këto. A mendoni se skijimi mund të kthehet në një sport që ju keni për ta ndjekur edhe në të ardhmen tuaj? Jo, për mua nuk mendoj se do të jetë një sport që do ta ndjek në të ardhmen. Normal do ta praktikoj. Po. Por që më shumë e shoh si pasion dhe për qejf. Po. Gjithashtu dhe unë e shoh si një pasion, sepse mendoj që për ta praktikuar këtë sport në të ardhmen, ndoshta duhet të isha marrë më përpara që të isha mjaftueshëm profesioniste për këtë sport. Plus kam edhe angazhime të tjera dhe nuk mendoj se skijimi është në krye. Nuk e sheh si diçka parsore për ty. Çfarë mesazhi do t'ju jepni të bashkëmoshatarëve tuaj për sportin dhe për aktivitetin fizik? Do të thoja që të mos heqin dorë asnjëherë nga sporti dhe aktiviteti fizik. Sportet dhe aktivitetet fizike, për mendimin tim, siç e thash dhe më parë, të mësojnë një disiplinë të fortë, të forcojnë fizikisht gjithashtu dhe mendërisht. Dhe unë gjithashtu do t'ju thoja që asnjëherë mos hiqin dorë nga sportet, sepse për mendimin tim është një nga gjërat që të mban më mirë me veten tënde, të ndihmon të dalësh nga ajo rutina e përgjithshme, të provosh gjëra të reja, të sfidosh veten. Edhe për mua unë praktikoj basketbollin. Përveç skive, dhe është diçka që e sfidon me vërtet veten time dhe ndjem shumë rahat me veten time. Më fol pak më tepër për basketbollin, që kur ke filluar të merresh? Atëherë për basketbollin fillova në fillim të këtij viti shkollor. Ishte akoma e re. Po, jam akoma e re. Ishte diçka e re për mua, sepse nuk mendoja ndonjëherë që do vazhdoja për basketboll. Po. Por kur fillova të praktikohesha, në fillim ishte e vështirë, sepse është ajo ndjesia kur nuk je mirë në fillim në një sport, thua si doja dal. Por me praktik, me më shumë punë, arrita t'ja dilja dhe tani mendoj se jam mirë. Ti je tek ekipet sportive të shkollave. Po. Si ndihesh tani që po afrohet ai momenti i garës, i kampionatit? Jam pak e emocionuar sepse ndonjëherë mendoj që nuk jam mjaftueshëm e përgatitur, por me më shumë punë mendoj se doja dal. A do t'i ftoni të rinjtë e tjerë që të merreshin me sporte dimërore? Normal që po. Sportet dimërore janë shumë argëtuese në radhë të parë, t'i japin dhe një adrenalinë shumë të madhe. Po. Doja ta lidhja me një eksperiencë që kam pasur dhe vetëm. Unë skijim kam filluar para 2 vitesh, domethënë kur kam ardhur në Themistokliu. Po. Më parë shkoja me familjen, miqtë të afërmit. Shkoja por nuk hyja asnjë në pista e skive, për shkak se në momentin e parë që e provova, nuk dija. Dhe u rrezova.
Dhe thash me vete, ky është sporti im i mërzitshëm. Dhe nuk shkoja. Në momentin që erdha në Themistokliu, shkuam me shkollën, me profesorët, dhe profesorët ishin ata që më nxitën, domethënë që të filloj aty, ja, më mësuan dhe i falenderoj. Dhe unë personalisht vetëm një herë kam hipur kur isha në klasë të 9. Unë mundova aty tek pjesa e poshtme që nuk është malorja që duhet ta përskim vërtet. Urëzova disa herë dhe unë çador nuk provova më. Po për ty Wendy, çfarë do të thoje të rinjve? A do t'i ftoja ata që të merreshin me sporte dimërore? Po, si një person që nuk i kam patur fare qef sporte dimërore, kam qenë më shumë gjatë verës, not, gjatë të këtilla, por kur i provon, është ndjesi tjetër, t'jep një adrenalin tjetër, dhe mendoj se sportet dimërore janë ndoshta pak më shumë argëtuese, sepse t'japin ndjesi të tjera nga ato veroret. Po. A e kishit imagjinuar ndonjëherë veten duke garuar në ski? Po, për ta imagjinuar nuk e mendoja ndonjë që do të zhvillohej ndonjë aktivitet i tillë. Po. Por që ndihem krenar që mora pjesë. Unë e kisha dëshirë që të merja pjesë në një garë me ski, sepse duke qenë se më pëlqeu që në fillim që kur e provova, po kisha shumë dëshirë, por nuk e kisha menduar ndonjëherë që mund të isha unë pjesëmarrës. Po. Me çfarë pritshmërish erdhët në këtë aktivitet? Unë që në fillim, që para se të arria, i kisha ndarë mendin që doja t'isha fituesi. Po, patjetër. Merja vendin e parë. Ndërsa unë nuk e kisha këtë mendim, sepse nga arritjet e mia nuk prisja që të isha një fituese, por pritshmëritë e mia ishin që të kënaqesha sa më shumë, ta shijoja atë moment. Duke qenë se ti herën e dytë e kishe që provoje të bëje ski, normalisht që nuk do kishe pritshmëritë e gjantit në këtë rast. A ishte hera juaj e parë që merrni pjesë në një aktivitet të tillë? Po, hera e parë ishte që merrnim pjesë në një aktivitet të tillë. Më parë nuk është se kishim dëgjuar ose na kishin ftuar në një aktivitet të tillë që të merrnim pjesë, nuk e kishim pasur mundësinë. Po, dhe për mua ishte hera e parë dhe ishte diçka me vërtet e paharrueshme, e bukur. Sa e vështirë ishte gara për ju? Ishte e vështirë të them të drejtën, siç e thashë, kishte edhe shumë konkurrencë. Po. Po për ty Wendy? Edhe për mua ishte e vështirë, sepse isha fillestare, por duke qenë se po e shijoja momentin, po kënaqesha, nuk po e mendoja si diçka të vështirë, po e mendoja si diçka argëtuese. A kishte ndonjë moment që menduat nuk po ja dal dot tani? Po, ishte momenti, unë e tregova edhe më parë për pjesën e incidentit që më ndodhi, por u përqendrova më shumë te gara, vazhdova, u ringrita dhe vazhdova deri në fund. Po për ty Wendy, a kishte ndonjë moment që the? Po, në fillim kisha shumë emocione, po më driteshin edhe këmbët edhe duart, po thoja nuk doja dal, por kur nisa, atëherë kuptova që doja dal. Pse mos ja dal? Çfarë më mungon që mos ja dal? Çfarë ju ndihmoi ju që të vazhdoni deri në fund? Për të vazhduar deri në fund, edhe po na motivonin. Me pak fjalë kishim dhe shoqërinë aty, si të themi, nuk kemi atë tifozllakun që na ndihmonte, vazhdo deri në fund. Po. Ndërsa për mua ishte ajo ndjenja nga brenda që e nise këtë gjë përfundoje. Duhet ta mbarosh. Po. A praktikoni sport rregullisht? Ti Wendy e the që merresh praktikoj basketbollin. Po, praktikojmë sport, aktivitet fizik më shumë, ecje për shembull, palestër. Po. Që gjithashtu të njëjtat vlera ka, si sporti të ndihmojnë shumë të dyja. Pse zgjodhët pikërisht skiimin që të merreshit? Shko, skiimi që kur unë fillova që mësova për të parë është bërë një nga sportet time të preferuara. Po. Dhe kisha shumë dëshirë që të merrja pjesë në kjo garë. Është një ndër sportet më të veçanta që nuk është se praktikohet aq shpesh sa sportet e tjera, si për shembull futbolli, volejbolli. Po, duke qenë për mua se unë nuk e kisha praktikuar më përpara, doja që ta praktikoja më shumë, sepse diçka e re është shumë argëtuese, shumë e bukur, edhe doja që të përmirësohesha më shumë. Çfarë ndryshim ka skiimi në krahasim me sportet e tjera që ju keni provuar? Paralelisht me basketbollin që po merresh tani, çfarë ndryshime sheh? Të dyja janë sporte shumë të lodhshme, sepse të dyja duan kurajo, duan forcë, duan motivim.
Por ndryshimi midis tyre është që skit ndoshta duan pak më shumë guxim. Sepse në basketbol jeni një skuadër. Jeni skuadër. Po. Dhe nëse bën një gabim, mund ta rregulloj shoqja jote, është gabim i ndrejshëm. Ndërsa kur je në ski, je ballë për ballë me veten tënde. Po. Dhe janë dy gjëra shumë të ndryshme. Unë mendoj që skimi kërkon shumë më shumë përqendrim se sportet e tjera. Kërkon dhe vetbesim. Po. Wendy, a mendon se Korça ka potencial për sporte dimërore? Po, mendoj se ka potencial për sportet dimërore, sepse duke qenë se Korça ka një klim të përshtatshme për sportet dimërore, atëherë pse jo? Duke qenë se edhe pista e skive në Dardhja u jep këtë mundësi të rinjve. A ndjeni më të motivuar tani që të merreni me sport? Po, ndjemi më të motivuar dhe shpresojmë që të krijohen sa më shumë aktivitete të tilla dhe i ftojmë dhe bashkëmoshatarët tanë ose të gjithë ata që kanë dëshirë të marrin pjesë në këto sporte. Besoj për ty fitoria është një shtysë shumë e madhe që ti të vazhdosh ende që të merresh me sport. Po për ty Wendy. Po, dhe për mua këto aktivitete më japin shumë vetbesim në vetja ime. Po. Dhe më ndihmojnë që të praktikohem më shumë, të zbuloj gjëra më të reja. Po. Çfarë sportesh të tjera do të donit që të promovoheshin tek të rinjt? Do shta sporte pak më pak të dëgjuara, mund t'jem për shembull bowlingu, po më vjen në mendje tani noti, që nuk është shumë. Ndoshta noti, sepse këtu në Korçë nuk ka ku praktikohet noti, po mendoj se ndoshta pishinat e brendshme mund të jetë diçka, mund të mundësohen, sepse noti mendoj është një nga sportet më të bukura. A keni patur mbështetje nga shkolla për pjesëmarrje në këtë aktivitet? Po, normal. Shkolla na i dha mundësinë, shkolla na i dha të shtysën, profesorët. Po. Të gjithë. Dhe po, në fillim unë nuk doja të merja pjesë të drejtën, sepse ishte ajo frika që hera e dytë, çfarë do bëj unë atje. Çfarë lidhje kam unë këtu për vetëm mirë. Mirë, po ishin profesorët të cilët më shtyn, mund t'ja dalësh, mund t'a bësh, edhe pse jo. Si reaguan miqtë tuaj kur morën vesh që ju do merrnit pjesë në këtë garë? Të them të drejtën, kishte edhe nga ata që nuk na i pëlqyen si mendim që ishin pjesë, po, në kjo garë, por shumica na tha në shkollë, është diçka e bukur, të kanë mbështetur. Dhe doja dalësh, po. Për mua shoqet ishin një nga motivimet që kisha më shumë, sepse ishin ato të cilat më shtyn që më thanë, mund t'ja dalësh, mund t'a bësh. Po. Dhe ishin shtysa më e mirë për mua. A do t'i ftonit bashkëmoshatarët tuaj që të provojnë sporte dimrore në këtë rast? Po, patjetër. Do t'i ftoj të gjithë bashkëmoshatarët dhe ata që kanë dëshirë të marrin pjesë në këto sporte, se siç e thash, ju krijon atë disiplinën e fortë dhe të bëjnë dhe diçka ndryshe nga ajo rutina e përditshme. Po. Çfarë mendoni se u mungon më shumë të rinjve që të merren me sport? Të rinjve si fillim ju mungon motivimi. Mund të them edhe mundësitë se nuk janë shumë të zhvilluara. Po. Për këto sporte, gjithashtu kufizohen edhe nga angazhimet e tjera. Po. Një rol të rëndësishëm mendoj se do me thënë që i kufizon këta të rinj, ka edhe teknologjia sot. Po. Rrjetet sociale. Që merr pjesë nga koha jonë. Po, mendoj se teknologjia zë një pjesë shumë të madhe të kohës sonë, dhe duke qenë se jemi të fokusuar në teknologjia, si të thuash i lëmë janë këto sportet, aktivitetet që mund të merremi. Çfarë mesazhi do të jepni të rinjve që qëndrojnë larg sportit? Për mendimin tim, doja t'ju thoja si fillim që ta provojnë një herë, sepse duke qenë se rin larg, thonë, shiko se kjo nuk bën për mua, nuk jam unë për sport, jo kështu po ashtu, mendoj që si fillim duhet ta provosh, sepse dhe unë kështu mendoja për ski, as nuk e kisha iden, nuk mendoja se do provoja ndonjëherë të bëja ski, por kur e provon gjën, krijon emocione të reja brenda teje. Të ngjallet një dashuri që do duash ta vazhdosh më tepër. Çfarë ju ka mësuar ju ky aktivitet? Ky aktivitet na mësoi si kur ndjehemi në vështirësi si t'i kalojmë ato vështirësinë në fakt, sepse ishte edhe sfiduese. Mund të them, ndjenim një frikë brenda vetes. Po, që është normale. Po, se si mund të kalojmë frikën tonë brenda vetes.
A mendoni se sporti ju ndihmon edhe në jetën e përditshme, duke të dhënë një disiplinë që ty do të duhet edhe në përditshmërinë tënde? Për shembull, unë kam përshtypjen që sporti duke patur atë disiplinën e hekur që ti duhet vazhdimisht të merresh, të jesh i motivuar, të ndihmon dhe me shkollën. Duke qenë se ti atë disiplinë do duhet që ta kesh edhe në fusha të tjera, në aspekte të tjera të jetës. Po, por gjithashtu të mban larg edhe veseve të këqija. Po, sa mbush kohën me gjëra të duhura. Po. Çfarë do të mbani mend më shumë nga Youth Frost Fest? Eglan, për ty besoj fitoria ka qenë ajo çfarë do të mbash mend. Jo vetëm fitoria, shiko. Unë vërtet kur unë nisa isha me mendje të ndarë që doja fitoren, por përsëri për mua thjesht isha krenar që mora pjesë në ai aktivitet dhe isha krenar që e përfundova deri në fund, se kishte edhe shumë garues të tjerë që nuk arritën ta përfundonin deri në fund. Por fitoria ishte diçka që më bëri akoma më të lumtur dhe më krenar. Kërkon shumë forcë edhe ta arrish deri në fund. Po dhe fitoria kërkon gjithashtu shumë punë, siç e përmend. Ndërsa për mua ajo çka do të mbaj më shumë mend është se duke qenë se ishte gara e parë për mua, ishin ato emocionet e para dhe kur janë emocionet e para, janë diçka e re. Po. Nëse do ta përshkroni këtë eksperiencë me një fjalë, cila do të ishte ajo? E paharrueshme. Po vërtet. Unë mund të them sfiduese. Çfarë do t'i thoshit, a do të merreshit përsëri, a do të merrni përsëri pjesë në një aktivitet të tillë? Patjetër që po, sepse duke qenë se ishte diçka që unë ndjeva vërtet mirë me veten time, diçka argëtuese, pse mos marr pjesë? Po. Dhe unë do të kisha shumë dëshirë që të më jepeshe mundësia që të merrja pjesë në një aktivitet të tillë përsëri, qoftë edhe për sportet dimërore edhe për sportet të tjera. Për sportet e tjera. Po. Shumë faleminderit të dyve, ishte një bisedë shumë e këndshme dhe ju uroj shumë suksese në të ardhmen me sportin tuaj. Faleminderit ju. Do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio me të ftuarit e radhës. Na ndiqni. Miq, jemi rikthyer përsëri në studio, këtë radhë me Kevin Andollaj, përshëndetje Kevin, dhe Martina Çajku. Përshëndetje, faleminderit që e pranuat festën. Kënaqësi për mua. Kënaqësia gjitha jonë. Si e përjetuat ju pjesëmarrjen në Youth Frost Fest? Atëherë ishte një eksperiencë mjaft e bukur, edhe sfiduese për mua. Pavarësisht se më përpara kam bërë ski dhe vetë, domethënë jam marrë që i vogël me këtë sport. Por mund të them që ishte shumë nice, domethënë. Pra ti ke vite që merresh me sportin e ski. Po, që i vogël. Po për ti, Martina? Unë sado që nuk isha pjesëmarrëse në garë, prap emocioni ndiheshe. Po, ti nuk ishe pjesëmarrëse në garë, por përsëri ishe duke marrë pjesë në skijim, duke bërë ski në atë moment. Që kur ke filluar që të merresh me ski? Pasioni për skit ka nisur që e vogël, me prindrit e mi, veçanërisht me babain. I ndiqnim gjithmonë garat e skive, përveç se në darë të vinim në Greqi, në Pisoder, në Maqedoni. Po, dhe të kanë nxitur edhe prindrit që ti të merresh me këtë sport. Nuk kanë munguar asnjëherë eksperiencat. Po. A ishte hera e parë që garoje në ski, Kevin? Nuk mund të them hera e parë, sepse unë shkoj shpesh, domethënë për ski. Po. Dhe zakonisht me miqtë e mi, me kushërinë, domethënë të gjithë bashkë që domethënë ngasim skitë, bëjmë gara me njëri tjetrin, po gara shoqërore. Po, gara shoqërore, po në këtë lloj forme, domethënë kaq të mirë organizuar me staf, domethënë që na ndihmojnë dhe na tregojnë çfarë do të bëjmë, jo, nuk e kisha hera e parë. Cila ishte sfida më e madhe gjatë garës? Për mua ishte kalimi i pengesave, pra marrja e kthesave. Ishin disa kthesa të forta, me thënë drejtën, domethënë pjesa e fillimit, po pastaj në pjesën që domethënë mbaronin kthesat, ishte më e thjeshtë. Po për ty, Martina? Të ruash ekuilibrin në ski dhe të ruash balancin e shpejtësisë është gjëja më sfiduese. Po. A e kishit imagjinuar ndonjëherë veten duke garuar në ski? Po, gjithmonë po. Po ti, Martina? Jo, sepse unë jam e angazhuar më shumë me sportet të tjera. Jam një volejboliste që prej klasës së tretë. Edhe i kam kushtuar më shumë rëndësi pasionin për volejbolin, për alpinizmin, po ashtu për pianon. Si janë këto sportet të tjera për ty në raport me skin? Si të duken? Çfarë ndryshime sheh? Kush të pëlqen më shumë? Skimi është më i vështirë, sepse kërkon përqendrim dhe është sport individual.
Po. Dhe sportet individuale janë gjithmonë më të vështira sepse kanë më shumë presion. Është ndryshe nga sportet në grup, si për shembull volejbolli, ku janë 6 veta në fushë të cilat përkrajnë njëra tjetrën, të cilat gabimet e njëri si rikuperon tjetra, po. Mbulojnë me njëra tjetrën në fushë, japim dorën, ndërsa në skim je vetëm ti dhe vetja tënde. Duhet të ruash përqendrimin, duhet të ruash balancën, duhet të ruash. Çfarë ndjet në momentin që zbritet pistën? Tani të them të drejtën, nuk është se është ere parë që e bëj, domethënë atë pjesë të pistës, si kam provuar të gjitha, po ajo është një nga pistat më të pirta, domethënë. Më shumë kisha emocione gjatë fillimit, domethënë para se të zbrisja, pastaj mbasi u ambientova, isha shumë në rregull, domethënë. Po ti Martina? Pas gjithë ati presioni, domethënë, që i ushtrova vetes në momentin që zbrisja, po si do t'ja bëj, po si do t'ja dal, po duhet të përshëndrohem, po duhet të ruaj shpejtësinë, ai momenti që fillon nga dalsohesh, është domethënë si çlirim. Çlirohesh. Për mua shkrejt e kundërta, dua gjithmonë që ta ndjej atë shpejtësinë. Të ndihmon ajo adrenalina. Po shumë. Sa e rëndësishme është për ju që të organizohen aktivitete të tilla për të rinjt? Skimi nuk është vetëm një sport që përmirëson aktivitetin fizik, qëndrueshmërinë, koordinimin dhe ekuilibrin. Është edhe një sport që përmirëson dhe shëndetin mendor. Po. Të socializon me njerëz të tjerë, po ashtu dhe të nxit disiplinën. Të nxit dhe vetbesimin, siç e thëti, duke qenë se është një sport individual që je vetëm ti atje dhe vetja jote, të duhet vetbesimi që t'ja dalësh më tej. A mendoni se skimi mund të kthehet në një sport që ju do ta ndiqni dhe në të ardhmen? Po, normal. Unë nuk është se kam qenë gjithmonë i dhënë pas sporteve, siç kanë qenë çdo moshatarimi, për shembull futboll, volejboll, basketboll, nuk kam qenë domethënë fan si këtyre. Por në momentin që provova skitë për herë të parë, më dha një ndjesi, nuk e di. E gjeta atë çfarë të përshtatej ty. Sigurisht e gjeta veten time domethënë aty. Dhe nuk kam për ta lënë asnjë, gjithmonë kam për ta praktikuar derisa ti të bëhem, domethënë, edhe skiator vërtet profesionist, po. Po për ty Martina? Për mua skimi është vetëm një hobi. Unë kam prioritete të tjera. Po. Skimi është diçka që e praktikoj vetëm për qejf, kur dal me prindrit ose me shoqërinë. Po. Dhe nuk besoj se unë do të ndërtoj karrierë mbi skimin në të ardhmen. Çfarë mesazhi do t'ju jepni të bashkëmoshatarëve tuaj për sportin dhe aktivitetin fizik? Sporti të ndihmon të jesh më i shëndetshëm dhe më i përqendruar në shkollë. Po. Të çlirosh stresin dhe të ndihesh mirë me veten. Përmes këtij nxënësit mësojnë disiplinën, bashkëpunimin dhe si të mos dorëzohesh kur gjërat bëhen më të vështira. Po, bashkë me mendimin e Martinës për pjesën e stresit dhe gjithmonë sa kur jam i stresuar ose domethënë kur kemi ato ngarkesat tona, gjithmonë kur shkoj tek pista dhe shikoj pistën sikur fillon mikën ai stresi dhe sidomos kur filloj dhe zbres domethënë që lart, që nga maja e pistës i çliroj të gjitha emocionet e mia. A do t'i ftoni të rinjt që t'i provojnë sportet dimrore? Po, sportet dimrore janë për mendimin tim sportet më të bukura. Unë nuk jap vetëm skive domethënë. Unë jap edhe patinazhin, domethënë ato patinat që janë akull, ai është sport i lezetshëm, është pak më i vështirë se skit për mendimin tim, por ja vlen që ta provojnë, pse mos e provojnë një herë. Cila të pëlqen më shumë mes këtyre të dyjave? Tani tek cila e gjen më tepër vetën? Po më shumë po kaloj nga pjesa e skive. E skive. Po për ty Martina, a do t'i ftoje të rinjt që të merrnin pjesë me sportet dimrore? Sportet dimrore nuk janë për çdo. Sportet dimrore nuk mund t'i bëj kushdo. Duhet të paraprakisht duhet të kenë një përgatitje fizike para se të merren me sportet dimrore. Por unë normalisht i nxit të rinjt të provojnë sa më shumë gjëra të reja. Në mos qoftë ky një sport dimror, të provojnë diçka tjetër, ku do ta gjejnë veten e tyre. Si u ndjet kur mbërritet në pistën e skive në dardh? Për mua nuk është një eksperiencë e re, pra gjithmonë si normalisht, po thjesht kisha atë ndjesinë, domethënë që do garonim, edhe ishte diçka më ndryshe se normalisht, domethënë siç mund të vija me shoqërinë. Po. Nuk ishte diçka e re. I vetmi emocion i ri ishte kjo pjesa e garës. Ishte ai presioni që do garoni me shkollat e tjera, me nxënës brenda shkollës tonë, domethënë, edhe ajo e bëri pak më tërheqëse eksperiencën. Me çfarë pritshmërish erdhët në këtë aktivitet?
Atëherë për mua nuk ishte rëndësi fitoria, domethënë e kisha qefin që ta fitoja. Normalisht. Por më shumë kishte rëndësi taktika dhe mënyra se si unë do garoja, edhe pjesëmarrja time. Edhe që të kënaqesha në fund të fundit. Po. Unë kisha besim në shokët e mi që do t'ja dilnin. Po. Kemi unë di që ti more çmimin e tretë. Po. Nuk ishte ndonjë problem, domethënë çmimi i tretë, as i dytë, as i parë, edhe mos merrja çmim fare. Për mua kishte rëndësi thjesht pjesëmarrja në atë gare. Dhe ishte eksperiencë e re, pra është një shtysë më shumë për mua që të merrem dhe me gara më tepër se. Por gjithashtu marrja e një çmimi është një shtysë që ti të duash. Më motivon shumë, po. Sa e vështirë ishte gara për ju? Nuk mund të them e vështirë. Ne më përpara se ta bënim garën e bëm 2-3 prova, domethënë. Por kishte nivel, nuk është se s'kishte nivel. Domethënë ishte një pistë që ti e njihje, por konkurenca ishte. Po kishte edhe konkurrencë, po nuk ishte aq e lehtë. Po. Çfarë ju dukej më e frikshme para se të fillonit? Më e frikshme është gjithmonë ajo pjesa e nisjes. Pastaj kur nisesh, gjërat marrin një formë të njëtrajtshme, një formë homogjene, edhe aty domethënë kupton që unë jam në rregull, do t'ja dalë. Gjërat marrin drejtim, ti vazhdon me tëndën. Po. Unë jam mësuar me lartësitë dhe nuk më duket ndonjë. Po. Gjë. Çfarë ju dha më shumë adrenalinë gjatë zbritjes? Unë e thash që në fillim që kthesat ishin shumë të forta dhe ajo më dha një adrenalinë të paparë. A kishin ndonjë moment që menduat nuk po ja dal tani? Në fillim, domethënë isha pesimist për veten, thesha nuk do t'i bëj mirë, do rrëzohem, domethënë do bëj gabime, por ja dola me sukses, e mbarova deri në fund dhe. Po. Kaq. Po për të Martina, ka ndonjë moment kur je duke bërë ski që mendon ngeca këtu, nuk po ja dal. Këto emocionet e frikës të ndjekin sa herë. Sa do i mirë ti jesh, prap nuk i shmang dot. Çfarë ju ndihmoi që të vazhdoni deri në fund? Atëherë unë kam pjesë të karakterit tim që nëse nis diçka, duhet të shkosh deri në fund dhe nëse ti nuk e merr këtë iniciativë, atëherë më mos e bëj fare. Po. Më mirë jep gjithçka të arrish deri në fund se ta lësh diçka në mes. Po, nuk më pëlqen ti lë gjërat asnjë në mes. Po. Unë nuk desha të zhgënjeja babain, sepse edhe ai ka qenë shumë i lidhur me sportin në rinin e tij, ka qenë. Pra e kam sportin të trashëguar që në familje. E ke më tepër si një shtysë. Po. A e praktikoni sportin rregullisht? Ti Martina më fole pak që merresh me alpinizëm, merresh me volejboll. Si janë këto eksperienca për ty që të merresh me sport? Si është rutina jote kur duhet të merresh me sport? Si e menaxhon kohën që të duhet me sportin, kohën që të duhet për shkollën? Për mua sporti ka qenë gjithmonë një pjesë e pandashme e jetës. Nuk e përfytyroj dot veten time, asnjë nuk e kam përfytyruar dot veten time jashtë rutinës time, që të mos merresha me sport. U jam detyruar ta shkëput volejbollin për shkak të ngarkesës së shkollës, por unë gjej gjithmonë kohën në fundjavë për të shkuar në mal me grupin e Korçë Alpinit. Po. Domethënë për pjesën e praktikimit, domethënë është e vështirë për ski sepse është sezoni i tillë. Duhet të jetë gjithmonë sezoni dimror sepse s'ke mundësi tjetër kur mund të bësh ski. Pse zgjodhët pikërisht skiimin si sport? Për ty Martina ishte pjesa që të ka nxitur familja, që të shkosh në pista të ndryshme, të merresh me ski shpesh herë, po për ty Kevin? Mua më ka nxitur domethënë shpejtësia. Jam fan i zjarrit i shpejtësisë. Domethënë edhe në pjesën e makinave jam shumë, domethënë më pëlqen shpejtësia dhe kam nxitur skit. A mendoni se Korça ka potencial për sporte dimrore? Nga një anë po, nga një anë jo. Me këtë pjesë që kemi ne, nuk mendoj që mund të ketë aq zhvillim të madh, por nëse rregullojnë bëjnë ndonjë pjesë tjetër më të madhe, diçka, domethënë që ti më mirë se kjo, po, mendoj se po. Më profesionale, arrin diçka më profesionale, po. Po, kjo pjesë nuk ka potencial për të nxjerrë profesionistën. Dhe është pista e vetme në Shqipëri dhe nuk është në gjendjen që duhet të jetë për të nxjerrë skiator të aftë. Pas kësaj gare, a ndjeni më të motivuar që të merreni me ski? Unë kam pasur edhe pa bërë garën këtë motivim, që kështu, po. Ti do të vazhdosh në rrugën tënde të skit, po. Po, unë do vazhdoj,
base dhe jo për skiatore, po do vazhdoj për diçka tjetër, për më ta gjej veten. A mendoni se aktivitetet të tilla duhen organizuar më shpesh? Po, gjithmonë. Sepse i motivon të rinjt të provojnë gjëra të reja dhe kam pas shumë moshtarë tonë që sa e që përmendet, domethënë nga këto sportet që janë të vështira, thonë jo, unë nuk e provoj, kam frikë, por stepen, po. Është një eksperiencë e re që duhet ta provojnë me patjetër. Sigur dhe vetëm një herë ta provojnë, aq mjafton për ta që ta kuptojnë. Mund të them më mirë të mbash trupin në lëvizje se sa të bësh scroll në telefon. Po. Çfarë sportesh të tjera do të donit që të promovoheshin tek të rinjt? Po, zakonisht gati të gjitha sportet janë. Po, këto që janë si më të vështira do doja shumë që të promovoheshin, edhe patinazhi pse jo, sepse nuk është se është përmendur shumë edhe në shkolla pjesa e patinazhit, por gjithsesi. Çdo sport ka unicitetin e tij. Çdo sport është unik në vetvete. Ajo varet nga njeriu, ku e gjen veten më shumë. Për shembull, unë e gjej veten më shumë në voleybolli, në varet edhe nga në sportet që janë me grupe, që kanë shoqëri. Në sportet altruistike, si alpinizmi, për shembull, ose voleybolli. Këto sportet individuale e gjej më shumë veten kur jam në bashkëpunim, puna në skuadër. Jo, mua nuk më pëlqen puna në skuadër shumë, më pëlqen shumë të jem gjithmonë vetvetja, do të thënë me veten time, t'ja ri gjërat vet dhe jo. Që nuk duhet të mbështetesh tek të tjerët, ti je ti me forcat e tua. A keni patur mbështetje nga shkolla për pjesëmarrje në këtë aktivitet? Po, gjithmonë nga profesori joni fizkulturës, profesor Arjani. E përshëndesim profesor Arjanin. E përshëndesim profesor Arjanin. Ai, domethënë, na shtyn neve që ti marrim këto sfida edhe ti përfundojmë. Të gjitha, edhe kur kemi frikë, ai na jep kurajo, thotë do ta bëni, mos thoni kurrë që nuk e bëjmë dot. Pra na jep kurajo. Unë dua të falenderoj profesorët e fizkulturës, profesor Arjanin, profesore Mozën edhe profesore Stelën, sepse janë gjithmonë të gatshëm në ndërmarrjen e këtyre aktiviteteve. Po. Si reaguan miqtë tuaj kur u thatë se ju do merrni pjesë në këtë aktivitet? Po, disa ishin pesimistë, ishin ti nuk do ta fitosh, ti nuk je në atë nivel që duaj, disa theshin ti do t'ja dalësh, ti, domethënë, i ngjet shumë i skitë. Dhe unë mora anën pozitive të tyre, jo anën negative, si normalisht, po. Ishte, do më thënë, reagim e prisja si do më thënë këto reagime i prisja, nuk ishte nëj. Mua ma pa, një ti do t'ja dalër se i qupe babit. A do t'i ftonin bashkëmoshatarët tuaj që t'i provonin sportet dimrore, duke qenë se janë sportet të cilat nuk janë aq shpesh të aksesueshme saç mund të jenë dhe sportet e tjera, siç janë ato sportet në grup? Normalisht do t'i ftoja, sepse më pëlqejnë vërtet si sport, po e kam bërë dhe më përpara, do të thënë me miqtë e mi dhe e kanë arritur dhe ata që ti mësojnë. Ke qenë shtys që të nxisë edhe të tjerët që edhe kur kemi vajtur, do të thënë me shkollën, me klasat e tjera, i kam nxitur, do të thënë ata nxënës që ta provojnë, të ngjiten edhe me mua lart, ti mësojmë skite dhe ja kam dalë mban mirë. Rasti që thash, sportet dimërore nuk janë për këdo. Dikush paraprakisht duhet të ketë një përgatitje fizike, para se të vendosë në qoftë se do angazhohet në këtë sport ose jo. Por në qoftë se nuk mundet, do më thë nuk ka mundësi aftësi që të angazhohet me sporte dimërore, do të gjej veten në një hobi tjetër. Të gjej diçka tjetër, po. Çfarë mendoni se u mungon sot të rinjve që të marrin pjesë, të bëhen pjesë të sporteve? Unë mendoj se mungon motivim. Nuk kanë motivim, do të thënë përtojnë për çdo gjë. Ti thua hajde, do të thënë, të bëjmë diçka, një sport për shef, thonë jo, përtojmë, e kanë mendjen në telefoni. Thjesht mendoj se e kanë përtejs më shumë. E shikoj përtojnë shumë të rinj sot, për çdo gjë. Fajtor është telefoni. Sa herë. Unë jam disi e varur nga telefoni, si adoleshente që jam, por prap nuk më ndikon që të shmang aktivitetin fizik edhe të merrem me sportin. Po. A do merrni sërish pjesë në një aktivitet të tillë? Normalisht po. Shpresoj që sezoni i tij që të vijë të ketë përsëri bor, pasi vit
na u prish, domethënë do bënim garë, por na u prish sepse shkriu bora dhe nuk patë mundësi. Edhe në qoftë se, domethënë, nuk dojmë kur të mbaroj shkollën, do doja gjithmonë që të vija. Që të vazhdoje, po. Po, patjetër që do merja pjesën në një eksperiencë si kjo, sepse janë përvoja që të sfidojnë vazhdimisht, të mbajnë aktiv dhe të ndihmojnë që të rritesh, si fizikisht, po ashtu dhe mundërisht. Shumë faleminderit të dyve, ju uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Pasi kemi folur për Youth Frost Fest, të këta aktivitet kemi zbuluar se sporti nuk është vetëm një garë, por edhe pasion, bashkëpunim dhe energji pozitive. Youth Frost Fest tregoi se të rinjtë e Korçës janë gati që t'i përqafojnë sportet dimrore dhe të shfrytëzojnë potencialin që u ofron natyra. Ky ishte emisioni Të rinjtë për sot. Faleminderit që na ndoqët deri në këtë pikë dhe shihemi në episodin e radhës. Na ndiqni.